Banorët e Shëmpjetrit në Fier nuk do kenë ushqime tradicionale në kryezën e ndërrimit të viteve. Në fshatin me 650 familje, subjektet e zonës që tregtojnë produkte të shportës thonë se pjesa më e madhe e banorëve jetojnë me borxhe, që variojnë nga 5.000 lekë të vjetra deri në gjysmë milioni. Shpesh, për shkak të borxhit të krijuar, ata ndërrojnë dyqane. Ka plot se nuk munden, nuk i arrin, ka që i kanë fëmijë të vegjël, ka që nuk munden, nuk kanë bakti. Shumë llojshmëri gjërash që nuk munden. Ka dhe me vit që nuk munden, janë shumë, është gjendja shumë e vështirë. Shlyrja e borxheve prej fermerëve bëhet kur u vinë fëmijët apo të afërmit nga emigracioni. Unë i detyrojnë asaj 6.000 lekë të vjetra. I kam. Edhe nuk i përballojnë. Çfarë ke bërë me ato 6.000 lekë? Kam marrë ca gjëra kështu, ushqime për çupun. Vaj sheqer për gjëra. Ke kohë që i ke bërë ato? Kam një 5 muaj. Plot. Edhe unë marr me listë. Kam 80.000 lekë tek ajo. Kur do t'i laj unë e se ato? Më kapi dhe sot mua tha, kur do t'i laj? Po unë që do bëjmë për para? Do ha vitin e ri. Jetoj në një kushte shumë të keqe. Në Shëmpjetër, fshati që mban emrin e një prej dishepujve të Krishtit, varfëria shihet edhe tek banesat gjysmë të rëna. Më e vështirë situata është për moshën e tretë, e pamundur për të punuar. Ja. Kjo është shtëpia ime. Nuk po kërkoj për të ngrënë për të pirë, po një dhomë të më kishin verë, keqe nena. Shiko shtëpia si vesh tuja. Për festimin e ndërrimit të viteve, banorët thonë se i kanë syt nga të afërmit në emigrim, që do ta presin vitin e ri në vendlindje.